Përshëndetje dhe mirë se erdhën në kanalin tim. Shikoni kush është ulur mbrapa. Kumbara e djalit, e cila po kujdeset për djalin dhe unë po ngas për herë të parë makinën si një mami. Dhe mendova sot do t'i jap Stefanit kohë të lirë, se ka qenë tërë këto 3 javë me mua, ka qenë duke u kujdesur për mua dhe tha Stefanit, sot do dal me Sarën, ti shko dhe luaj me Charlin, me burrin e Sarës, bëj çfarë të duash, kurse ne do shkojmë bashkë si 2 goca, kumbara dhe mami me djalin, do shkojmë të pim një kafe, të ham një kek dhe do dalim xhiro. Jemi veshur shumë shik sot, sepse siç e shikoni, çfarë kemi sot në Gjermani? Kjell! Është koha shumë e bukur. Edhe në kohë të këtillta jemi të motivuara për të rregulluar. Kështu që, ndalesa e parë është tek kafja. Si po eci sikur po ngas makinën për herë të parë. Nuk e di se ke dhe mbjesinë që mos i bësh me shumë lëvizje, që mos gjëhet Kiani. Ja, Kiani në fakt gjësh në makinë. Po, Kiani në fakt e adhuron makinën, sa e futim këtu flegjum. Gjë e mirë për ne se ne lëvizim shumë me makinë, po më duket sikur kam shumë përgjegjësi mbi shpatulla tani që të ngas mirë. Kështu që ika. Telefoni është aty, unë nuk po e prek me dorë, po e mbyll që të përshëndrojmë këtu. Shihin. Edhe sa kështu qërisa. Super kjo. Shiko tani sa e thjesht që është jashtë, ti se ke parë Karo. Ja. Kjo shiko sa lehtë është. Ose është. Jo, s'ka gjë sa po të lëmë dashin në mos e përre të ndihmoj me... Jo, shumë e lehtë. Më thënë ja vjen, të gjithë në të vojë. Shiko? Pa. Okej, dhe thjesht edhe Tani këtu. thjesht edhe këtu. Po shumë nga unë. Po janë këto e shikoj. Dalë edhe këtu. Nice. Unë do të më qelsa. Majmë djali. Ja jeta e mami tani. Kemi marrë biberonin, ngrosen. Me 100 gjera. Po quni po fle. Jo, nuk do flesh tani do flesh. He, kumbar. Sa cute. Bravo. Do ta vëmë në gjumë se na erdhen kekat dhe latte macchiato dhe unë mund ta pi latte macchiato tani se djali po pin qumësht me biberon. Po të kemi nevojë shumë qumësht. Do e kemi me vete, lopën. Sa herë kam bërë që kam 10 minuta që flas dhe nuk kam qiruar. Atëherë ne mbaruam kafen, mbaruam dhe kekun. Sara po shtyn karrocën, e ka me shumë qejf, kështu që po e lë. Edhe do dalim xhiro nga lumi, pastaj do shkojmë pak te shtëpia e Sarës sepse besoj kam 1 muaj që nuk kam shkuar. Edhe Sara po më thoshte që ka bërë ca ndryshime në shtëpi, kështu që mezi më pritet që t'i shikoj. Stefani është gjatje. Është shumë bukur sot. Është diell shumë i bukur, është koha shumë e bukur dhe besoj nga lumi me ngjyrat e vjeshtës do jetë edhe lezetshëm fare. Një foto do ma bësh mua me këtë veshje. Fustani. Shikoni sa I shkon kumbarës. Sa të jo. Jo, futë. Ai e lëshon, ti mos e lësho. Shikoni në çfarë vendi të bukur që jetojmë. Kush thot që nuk është Gjermania e bukur? Mbaruan xhiron, ishte shumë lezetshëm, ja kalovëm shumë mirë me shoqen e ngurt, me babyn, me xhiro, me kafen. U kënaqa dhe më kishte munguar shumë tër këto ditë që kam të një vetëm në më së shumti në shtëpi. Tani do shkojmë në shtëpi. Do ta ushqej babyn dhe pastaj do bëjmë një banjë. Ndërkohë
Shtefan do gatuaj. Do bëj sot një sallat. Edhe ja kalova shumë bukur, shumë mirë. Shoqet për një femër janë shumë të rëndësishme. Kështu që i uroj që secila nga ju ta ketë një shoqe të mirë në jetën e saj. Po kthym në shtëpi, ndërkohë që Shtefani po gatuan, unë ndërrova dhe vesha diçka komfortabël. Në shtëpi rigid morë pantallona të shkurtra se i kemi ndezur ngrosen që të jetë të shtëpia ngrohtë. Doja t'ju tregoja se Kianit i kanë ardhur 2 dhurata nga mikeshat e mia që kanë ardhur ta vizitojnë dhe thash pse jo, ti ndaj me luta. Kjo dhurata këtu ka ardhur nga një çift të cilin e kemi njohur në kursin para përgatitor të lindjes. Po thoja e kemi njohur në kursin para përgatitor të lindjes dhe fëmijët janë një javë ndryshim nga njëri tjetri dhe shtazania jonë ishte një javë. Njëra ishte një javë para, në datë 22 shtator, ajo e kishte datën e lindjes, unë e kisha në 29, ndërkohë Kiani lindi një javë para vajzës, sepse Kiani erdhi më parë, kurse vajza e saj u vonua pak, kështu që Kiani është një javë më i madh. Dhe kjo është dhurata që ata na kanë bërë. Neve i quam një libër për vajzën, një libër nga këto që bën zhurmë për me prekje, edhe një çokoladë për mamin dhe për papin, kurse ata na kanë bërë këtë lodrën këtu, këtë arushin që bën zhurmë. Shikoni sa i bukur që është. Ja, që të luajnë fëmijët, të fusin edhe në gojë këtë pjesën e butë kur ju dalin dhëmkat. Na kanë bërë edhe një palë çorapka për Krishtlindjet, që kanë këto drera dhe bëjnë muzikë, o zoti ma sa të bukura. Dhe na ka shkruar edhe një kartolinë. Urime për lindjen e djalit tuaj Kian. Një mrekulli e vogël i hapi syt në këtë botë dhe e zbukuroj, pra e pasëroj jetën tuaj përgjithmonë. Ju urojmë një kohë që të njihni njëri tjetrin, një kohë të bukur për të njohur njëri tjetrin. Shumë momente përqafimi dhe pafund dashuri, fat dhe shëndet për familjen tuaj të vogël, Roni, Vanessa dhe Moana, që Moana është vajza e tyre. Shumë e bukur, shumë emër i bukur, Moana means family. Edhe këto morëm nga ky çift, shumë të bukura për Kiani. Ndërkohë nga shoqja ime Katrin ka marrë këtë dhuratën këtu, që sa po Kiani të ulet apo të qëndroj në tummy time, pra në bark, kjo këtu bën muzikë edhe Kiani mund ta shtypi, edhe është shumë e lezetshme. Është për fëmijët nga fillimi, nga 0 vjeç. Dje pastaj kisha ish kolegen time, Katerinën, që na solli këtë dhuratën këtu. Edhe këtu ka dhurata edhe për mamin edhe për djalin. Është një libër për beba, që thot, më duket se këto janë këngë për të fjetur. Ose është një tregim, nuk e di, po shumë i thjesht që Shtefani t'ja lexoj Kianin, ndërkohë që unë kam librin me përralla në shqip. Pastaj kemi për mamin një advents kalendar me çajra të ndryshme, sepse unë i adhuroj çajrat. Nuk e di, shikoni sa bukur. Sa e bukur! Edhe për çdo ditë kam një çaj të ndryshëm për të pirë. Gjithashtu, për mamin, besoj, është një vaj trupi dhe një krem dushi, pra një gel dushi, sepse dhe mami ka nevojë për dhurata. Për djalin është një krem për banjën, sepse djali ka filluar tani që ka rënë kërtiza që të bëj të lajt, pra në vaskë. Kur të bëj 6 muaj dhe të filloj që të haj, në ka sjell edhe 2 ushqime, një me boronit edhe një me mjalt edhe kanell, ushqime për beba, sa të cute. Pas 10 muaj është njëra, kurse tjetra nuk e di pas sa muaj, po do ta shikojmë. Edhe kjo këtu
për babyn, prap për të bërë një vaskë dhe pastaj kemi edhe këtu disa çorapka, beige dhe të bardha fiksin ngjyrat e rrobave që ka Kiani. Tani Stefani do ketë mbaruar sallatën, kështu që shkojmë të ham sepse po vdes ngrëni. Djalin e lam që të flej pak në Seggiolino sepse deri në 2 orë lejohet që djali të ri brenda dhe ne kishim tërë kohës në këtë karrocën e shtrirë si krevat dhe në Seggiolino kishte vetëm pjesën e makinës, kështu që e lam të flej dhe pak sepse është shumë i qetë, edhe ne ham shpejt e shpejt mami dhe babi në qetësi dhe pastaj do ta ushqij, do t'i bëjmë vask me një nga këto vaskat, kremat e vaskave. Edhe pastaj do përqafohemi pak, edhe gjëja më e rëndësishme që do ndodhi sot, është që do më vi mami. Mami do niset në orën 8 nga Tirana, edhe do rrit 2 javë me mua, është koha që të njohi babyn. Mezi po më pritet, ja kam dërguar biletën, ja kam dërguar gjitha garancinë, ja kam dërguar biletën e kthimit që ja kërkojnë. Edhe mezi po më pritet. Shkojmë të ham drek dhe i bëjmë punët një nga një në këtë video. Kianin, Stefanit, pak, sepse unë po pompoja me pompat këtu. Edhe I ka thënë që video t'i vaj, sa cute që janë të dy, Stefani në Bangkokën kështu, zotë madh të më thënë. E kisha dëgjuar si shprehje, që ti mendon që e do tani bashkëshortin, po prit sa ta shikosh të bëhet babi dhe shumë e vërtet, do të tani që Stefani është babi. Kur e dua më shumë, se është kaq I mirë me djalin tonë, fantastik. Unë po pastroj kuzhinën, duke qenë se ata po flen dhe unë jam shumë mirë nga plaka, kështu që mund të lëviz. Po më vjen mami, është në raport. Sa cool që janë këto pompat, duke pompuar, duke bërë një punë, edhe duke pastruar shtëpinë. Sepse ato pompat e tjera që ishin me kabull, duhet të rrije lidhur derisa të mbaronte pompimi, kështu që ja sugjeroj, nuk e di, ja u kam treguar edhe linkun në një video tjetër, ishin vetëm 90 euro. Edhe unë jam shumë e kënaqur për gjitha ajo mamat e reja. Unë kam filluar t'i ngri këto porcionet e fundit, sepse kisha 2 porcione dhe zakonisht nuk mbaj më shumë se 2 porcione në frigorifer, sepse në frigorifer më shumë se 3 ditë nuk mban qumshti, kështu që I kam ngrirë, siç do bëj me këtë porcionin e sot. Edhe I kam ngrirë që kurdo që të duhen jam jashtë, Stefani është vetëm me djalin, mund t'i shkri direkt në ujë të ngrohtë, t'i çoj në temperaturën 37 gradë dhe ja jep djalit. Një zgjedhje shumë e mirë. Tani, derisa Stefan dhe Kiani po flen, unë po përfitoj nga koha, po shkoj para laptopit dhe po editoj 2 videot që I kam para përgatitur para kësaj. Po. Është një video që kam bërë gati, kam ndryshuar garderobën. Është një video që kemi bërë dokumentat e djalit për paslindjes. Edhe kjo është video tjetër, kështu që do editoj ato 2 videot e para. Kjo është pompa me këtë emrin Nulie. Tani këtu brenda kam edhe këto qeset që ngrin qumshtin. Edhe këtu mund të shkruash emrin, datën dhe sa volum është. Kështu që le ta shikojmë çfarë volumi kemi pompuar. Unë kam pompuar 15 minuta dhe le ta shikojmë se sa qumësht është. ,120 ml.
Këtu kemi maksimumin deri në 250 ml. Kështu jemi okay. Ich gebe dir gleich. Volumi sa ishte edhe një herë? 130. Atëherë, ideja ime është që nëse kam më shumë qumër se që duhet, si që edhe tani, për shumë këto e kam pompuar pasi Kiani ka pirë, që nuk është se i kam ndërhyrë në porcionin e tij. Këtu në Trier, në Gjermani, ka një bank qumshti, dhe të gjitha nënat që nuk munden për shembull të kenë qumësht, jo të gjitha kanë mundësinë për fat të keq, dhe mund të qosh këto qeskat e ngrira, dhe nënat që nuk kanë qumësht shkojnë te kjo banka e qumshtit dhe marrin qumësht më mirë nga nënat e tjera sesa të blenë qumësht formul, sepse qumshti nënës patjetër që nuk ka krahasim me qumshtin e formulës. Dhe në spital ju bëjnë analizat, analizojnë të gjitha qumshtat dhe pastaj ngrihen, dhe kushdo mami që vjen që do qumësht për fëmijën e tij apo fëmijët që janë në spital, të cilët janë të sëmurë dhe kanë nevojë për qumësht qiri, sepse qumshti i gjirit është plot me antitrupa që të krijojnë imunitetin e tyre, i marrin këto dhe i përdorin për fëmijët. Kështu, do ta mbyllim. Edhe do ta vëmë në ngrirje. Jam shumë e lumtur që për momentin po funksionon shumë mirë me qumshtin. Kam pasur momentet e mia të pasi. Sigurisht, kur djali kërkonte të pinte shumë shpesh, ai ndonjëherë do të pi shumë shpesh sepse kështu e ka nevojën, do pak ngrohtësi, do afërsi me mamin, dhe mënyra e vetme është nëpërmjet gjoksit. Dhe unë isha bobo, nuk kam qumësh mjaftueshëm që ta ushqej, mirë po tani funksionon aq mirë sa djali pin, dhe unë kam edhe për të mbajtur, për të pompuar dhe për të ngrirë, për të pasur disa rezerva. Në ngrirje, qumshti mund të zgjasi, domethënë nëse është ngrirje tamam e fortë, nuk e di deri në vite të tëra, kështu që mund t'ja jap Kianit qumshtin, edhe kur nuk ka më qumësh, nuk më prodhon më trupi, por mund t'i shkrik këto të ngrirat edhe t'ja jap mbase edhe kur të jetë një vjeç e gjysëm, pse varet sa do kem qumësht. Kështu po e vendos në ngrirje dhe do shkoj të bëj përpunimin e videove, që të kem video për të postuar, për t'i ndarë me ju. Po janë këto qeset e ngrirë. Edhe këtë do ngri tani. Unë sa po bëra një dush, sepse Kiani po fle gjumë, edhe kur fle ai gjumë, unë përfitoj shpejt e shpejt. Ose do lahem, ose do ha diçka, po zakonisht ha edhe kur Kiani është zgjuar, sepse e futa të këtu te kanguri, edhe ose ndërkohë që ushqej mund të ha se kam duart e lira, sepse kam këto jastëkët e gjithëdhënies. Kështu që nuk është se kam problem për të ngrënë, por për të bërë dush, edhe për të edituar këto videot që postoj, gjithmonë kur Kiani fle ose kur unë pompoj dhe ai është në gjumë, unë këtë kohën e shfrytëzoj jo për të ulur në Instagram edhe për të bërë scroll, por për të edituar videot. Atëherë, Stefani është nisur për në aeroport për të marrë, siç thash, mamin, sepse më vjen mami për 2 javë, edhe mezi po e pres. Stefani 3 javë i mori pushim, shteti luksemburgjez në momentin që lind një fëmijë të jep 10 ditë pushime, pa kështu ndjell, pra 2 javë, edhe Stefani kishte marrë dhe 1 javë nga pushimet e veta 3 javë, pra derisa Kiani u bë 3 javësh, dhe pastaj mua më vjen mami. Më vjen mami e cila do ri po ashtu 2 javë dhe Kiani bëhet 5 javë, dhe shpresoj që deri atëherë plaga është shëruar mirë dhe unë kam mundësi që të ngrihem edhe ta mbaj djalin
vet, ti bëj gjërat vet, ushqimet vet, kështu që prandaj edhe mami po vjen, po jo vetëm për këtë, po vjen sepse mezi po pret që ta takoj djalin, mezi po pret që ta takoj Kianin. Tani kur flasim në telefon më thot mua që ma nxjerr djalin, them po mirë më fol njëherë mua. Jo, djali është më i rëndësishmi. Edhe jam shumë kurioze ta di, nuk e di nëse do më ndihmoj më shumë në punët e shtëpisë apo do jetë edhe gati për ta marrë djalin në krah, për ta mbajtur, për ta qetësuar, sepse ka kaluar motra ime e madhe është 35 vjeç, kanë kaluar pra 35 vite, që kur mami im ka pasur një beb në krah për herë të parë, me fëmijët e vëllai, me nipin dhe përmbesën, ata kanë qenë në Greqi dhe mami thjesht i ka vizituar 2 ditë, nuk ka pasur mundësi që t'i rriti, apo t'i mbaj, apo të kujdeset, apo t'i vej në gjumë. Kështu që jam shumë kurioze ta di se si do funksionoj me Kianin. Kiani është një fëmijë shumë i mirë, shumë i qeshur, shumë i urtë, është një rrezë e dritë, mbas është vetëm për mua. Mirë, po që kur ne humbëm babin, Kiani, po shtatzania ime ishte ajo që sikur na dha një dritë në fund të tunelit. Edhe mezi po e prisnim të gjithë si një bekim që babi na e dërgovi nga atje ku është. Edhe prandaj edhe është shumë i rëndësishëm për neve sepse humbëm një mashkull në familjen tonë, edhe fituam po ashtu pastaj një mashkull tjetër që është Kiani. Edhe të gjithë fisi nga ana jonë jemi gëzuar shumë, edhe ne, edhe unë, kur ngella shtatzën, dhe prandaj mami më kishte merak shumë të madh që kur isha shtatzën. Rri mirë, se je e vogël, mos dil, mos bëj, ha këtë, ha atë, mos u zgjat, mos e kalo vijën. Shumë gjëra të lezetshme që janë këto supersticionet shqiptare. Dhe vërtet që jam shumë kurioze se si do sillen atë, po do ta shikojmë në videot në vazhdim. Unë personalisht, sado që të rritemi, mami ngelet gjithmonë një person, nuk e di, pasvendësueshëm, dhe mua sikur po më vjen ai personi që do më ngroj shpatullat, që do më mbështesi, që do më heqi tër lodhin dhe tër stresin që do kisha, po që se do isha direkt vetëm që një javën e 3 të lindjes. Edhe njerëz, jam shumë krenare për mamin, sepse është nisur vetë nga Pogradeci në Tiranë, nga Tirana në aeroport dhe nga aeroporti në aeroportin gjerman që nuk di as gjuhën edhe as një lloj gjëje, dhe e kishte me shumë qejf, as nuk e mendonte fare që si do shkoj vetë në Gjermani, unë do shkoj, do shikoj djalin, do shikoj Kianin. Kështu që Stefani po shkon që ta marri, unë e kam darkën sot të gjithën vetë, është hera e parë që jam pa Stefanin ka gjatë. Të shpresojmë që do funksionoj. Kështu që unë po iki, të bëjmë gati për natën, të marr ujin, të kem ngrënë bukë, të kem bërë të gjitha gjërat skin care-in, sepse po zgjoha Kiani, pastaj do ri vetëm atë se kam vërtet shumë frikë sot që jam vetë për herë të parë. Nuk e di. Këto frikra mbase do na shoqërojnë gjithmonë derisa fëmijët të rriten. Po edhe kur të rriten, do kemi frikë prapë për gjërat e tjera të fëmijëve. Kështu që nga jeta e prindit. Tani i kuptojmë më mirë prindrit tanë, edhe nuk na thoshin kot kur të bësh prind do ta kuptosh vetë, por ne e merrnim si një shprehje hamoj se ti këtë punë ke, që nga shumë e vërtet. Kështu, ika, po e postoj videon, edhe ne do shihemi në videot e radhës, kam shumë gjëra për t'ju treguar. Kam holle për t'ju treguar në videot e tjera, sepse dua që të ndryshoj pothuajse të gjithë garderobën dhe janë shumë gjëra që i kam porositur në Shein, shumë gjëra të bukura, shumë këpucë, shumë çizma. Kështu që do kemi video shumë të bukura në vazhdim. Për sot po e mbyllim këtu. Ciao, shihemi në videon tjetër.